Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 25, muaj është i 6, viti 2026. Jemi këtu në Tetov dhe për nesër, pra jemi pak para mesnate, për nesër është parapar një protest organizuar nga BDI lidhur me atë që quhet abrogimin e historisë, kështu tha BDI. Ora është 20 e premte nesër në Tetov. Misja në qendrën ploshtatin e njohur në Tetov. Dhe unë si Mesut Shabani do jem aty prezent për të bërë transmetimin live në YouTube. Për gjithë ata të cilët nuk do jenë në mundësi që të jenë në Tetov. Gjithandej ka pro dhe kontra. Pa marrë parasysh se të gjithë janë për të madhe BDI se nuk ka bërë asgjë, vleni për 2 vite edhe më pak. Hiç kur gjë, ama hiç kur gjë s'ka. Unë do ndalem në isha Mesut Shabani, sigur mos isha ndalur për të marrë pak me Afrim Gashi. Askush nuk thot se Afrim Gashi u zgjodh si u zgjodh, a pat merita, s'pat merita, a i njeh, a nuk njeh, s'është për rëndësi. Kur Talat Xhaferi mundeshte, se nuk mundet Afrim Gashi. Unë e mbaj mend Afrim Gashin viteve 96-97 dhe në Radio Visari kur prona ime dhe udhëheqja Misafir xhepat e zbrazët. Mirë për në ndërkohë xhepat u mbushën, por Afrimi nuk ka ndryshuar. Dhe çka? Ai ka folur sot lidhur me atë që quhet ligjin për përfaqësim. Dhe ky ligj për përfaqësim, për cilin ai po trompeton, pra gati se nuk është kërcënuar. Ligji për përfaqësim të drejtë, Afrim Gashi thot, është zgjidhja më e mirë, opozita të mos paragjykojë. Pra, dëgjohet që të opozitës, Afrimi ka thënë dhe pikë. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tepër. Diku ndërvijem pak në fillim Afrim Gashi. Unë nuk kam parë deri tash ligj pa garanci konkrete. Dhe nuk mund të ketë ligj më i mirë vetëm sepse ka kaluar procedurat. Kjo është e paparë nonsens. Deklarata kryetare të Kuvendit Afrim Gashi për ligjin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat përpiqet që të paraqes procesin si shembull të një procedure demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Megjithatë, argumenti kryesor i tij mbështetet më shumë te mënyra se si është proceduar ligji se sa të përmbajtjet dhe garancitë konkrete që ai ofron për qytetarët. Gjeni është mjaft interesant. Kam thënë, ose jam i mençur, ose jam budalla. Mes nuk kam. Fakti që një ligj ka kaluar debat publik, komisione parlamentare dhe procedurat e rregullta, nuk është automatikisht dëshmi se është zgjidhja më e mirë e mundshme. Historia politike e Maqedonisë së Veriut njeh mjaft ligje që janë mirator sipas procedurave, por që më pas kanë prodhuar probleme në zbatim ose kanë kërkuar ndryshime të shumta. Kur Afrim Gashi thotë se nuk ka ligj perfekt, kjo është e vërtetë në aspektin teorik, por nuk u përgjigjet shqetësimeve konkrete të ekspertëve dhe opozitës. Kritikat nuk kanë të bëjnë me kërkimin e përsosmërisë, por me pyetje nëse ligji ka mekanizme të mjaftueshëm për të garantuar përfaqësim real dhe jo vetëm formal. Po ashtu, argumenti se ligji është punuar për 2 vjet, dhe se janë përfshirë ekspertë, nuk duhet të përdoret si mburojë ndaj kritikave. Një ligj duhet të gjikohet nga rezultatet që pritet të prodhojë dhe nga garancitë juridike që përmban, jo nga kohë zgjatja e procesit të hartimit. Kjo është ajo pika që bën Afrimin edhe më humor. Veçanërisht problematik tingëllon deklarata se nëse gjatë zbatimit paraqiten probleme, Kuvendi mund të ndryshojë dispozitat më vonë. Pikërisht kjo ngre pyetjen pse ligji po shtyhet për miratim pa u adresuar paraprakisht për gjitha dilemat kryesore. Një ligj që prek balancën etnike dhe përfaqësimin në administratë kërkon siguri juridike që në momentin e miratimit e jo korrigjime të vazhdueshme pasojsh. Nga ana tjetër, kundërshtimet nuk mund të etiketohen thjesht si paragjykime. Në një shoqëri multietnike, skepticizmi ndaj zgjidhjeve të realigjore është normal dhe madje i nevojshëm. Debati kritik nuk e pengon demokracinë, përkundrazi e forcon atë. Afrim Gashi mendon se ka të drejtë kur thotë se është më mirë të ekzistojë një zgjidhje ligjore sesa një vakum juridik. Megjithatë, mbrojtja e ligjit vetëm me argumentin se është ndjekur procedura dhe se mund të përmirësohet më vonë nuk mjafton për të bindur opinionin publik dhe shqiptarët. Pyetja kryesore nuk është nëse ligji është mirator sipas rregullave, por nëse ai garanton realisht përfaqësim të drejtë dhe adekuat për gjithë komunitetin.
Pikërisht për këtë arsye, kritikat ndaj tij nuk duhet parë si pengesë, por si pjesë e domosdoshme e një debati demokratik serioz. Maqedoni nuk mund të ketë debat demokratik dhe serioz sepse përpara dëgjosh për ta për 2 vite është punuar dhe tash nuk ta udhën punën e një ekip ekspert. Kush ishin ekspertët nuk bëhen me dije. Sepse sipas gjitha gjasë janë të njëjtit njerëz. Edhe në ligjin për arsimin sipror, edhe në atë që quhet tash këta mundohen që ta bëjnë ligjin për emërtimet e emrave në për komuna, sheshe, ura e kështu me radhë, si edhe ky ligj për përfaqësim të drejtë. Pra, është i njëjti ekip, nuk ka asnjë ndryshim. Nuk ka vlerë njerëz, përveç që jeton shasivari. Nuk ka. Në kësha pyetur, më tha njëri sot pyete që jeton shasivari. E mban mend jeton kush ishte ai që me një gosht veturave kur ishit në zonë shkollën mesme apo student, unë e di mjaft mirë kush ishte ai. Okej, ja unë e pyeta. Dhe. Sepse ka shumë të më thonë. Dhe. Tash miqtë mi, do i preferohen pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë jam adhurues i Trumpit, pa marrë parasysh. Jam adhurues i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për çdo kryetar të Shtetit Bashkuar të Amerikës jam adhurues i tyre. Dini pse? Sepse nuk mund në Amerikë të zgjedhësh nëse nuk ke kapacitet edhe material për edhe intelektual. Trumpi sot ka folur shqip. Interesant. Jo në vokabular, por ka folur sipas mendimeve të mia shqip. Pra, Trumpi tha: "E zgjas gjendjen e jashtëzakonshme për Ballkanin." Kush tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar dhe u turën me Serbi, nëpërmes Serbisë Rusia, nëpërmes Rusisë edhe Kina përfshirë, edhe Irani. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjatur sërish gjendjen e kombëtare të jashtëzakonshme lidhur me Ballkanin Perëndimor, duke dërguar një sinjal të qartë se Washingtoni vazhdon të ndjek me kujdes zhvillimet në rajon dhe të mbajë në fuqi mekanizmet për sanksionimin e individëve dhe organizatave që konsideron kërcënim për stabilitetin. Vendimi i shëshkuar nga presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa vazhdimi i kësaj mase në fuqi më 26 qershor dhe mbetet në fuqi edhe për një vit, pra deri në 2027. Bëhet fjalë për një masë që u vendos fillimisht në vitin 2001 dhe që prej atëherë është renovuar rregullisht nga administrata amerikane, pavarësisht se cila forcë politike ka qenë në pushtet në Washington. Në arsyetimin e vendimit thotë se ende ekzistojnë aktivitete dhe procese që sipas vlerësimit amerikan paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SBA-s. Theksi veçantë vjetë veprimet që kontribuojnë në paqëndrueshmëri politike, dobësimin e institucioneve demokratike dhe pengimin e proceseve integruese në rajon. Kur masa vendos para 25 vite, arsyet kryesore lidheshin me sfidat e sigurisë pas konflikteve në Ballkan, kërcënimet nga dhuna ekstremiste dhe mundësinë e cenimit të marrëveshjeve të paqes të arritura pas luftës në Jugoslavi. Megjithatë, me kalimin e kohës, fusha e veprimit të saj është zgjeruar ndjeshëm. Sot autoritetet amerikane nuk e përdorin vetëm për të përballur me kërcënimet e mundshme të sigurisë, por edhe si instrument kundër korrupsionit, keqpërdorimit të funksioneve politike publike, minimit të proceseve demokratike dhe veprimeve që mund të rrezikojnë stabilitetin politik në rajon. Një ndryshim veçanërisht i rëndësishëm bën vitin 2021, kur administrata Joe Biden e zgjeroi kornizën përmes një urdhri të ri ekzekutiv. Kështu sanksionimet amerikane morën një shtryrje më të gjerë dhe filluan të zbatohen edhe ndaj personave që përmes aktiviteteve korruptive, ndikimit në institucionet ose pengimit të proceseve demokratike kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Është pak material pak më i gjatë. Dhe dëgjoni sot çfarë më ka rastisur. Gazeteria është punë mjaft interesante. Në për shumë seminare nga viti 1993 deri tash nuk kam takuar fal. Dhe më rastisi në 2-3 seminare të jenë edhe nga Malizi, disa gazetarë të gazetës Po Vjetër. Dhe këtyre ditëve kam komunikuar për krejt diçka tjetër. Dhe ata më thanë, Shabani, se ata më mbiemrin të rast. Njëri është prej fisit Kuçi, po nuk flet shqip, thot jam Malizes. Okej, por e di se është me rënjë Kuçi. Thot kështu, Shabani, e mban mend para një 2 javë 3 që mbajtej samiti evropian në Maltezi dhe kur Malizi kthej 81 njerëz me procedime penale nga Serbia, nga aeroporti, pra simpozimi mbahej në Tivat. Po, aty tha për ata kur janë nisur, për në Shqipëri, që i thash, me thëmë një Popović, që po, tha për në Shqipëri janë nisur. Por, Malizi
Nuk është bashkë që e ha peshkun ashtu thatë. Nuk i dihet. Qëllimi për Shqipëri mund të bënin probleme edhe në Maltëzi, kështu që i kthej nga aeroporti për në Beograd. Okej, ka diçka që lëviz. Por, edhe Edi Rama nuk është lule që i vjera. Edi Rama ka tërtisur këtyre ditëve, kjo është shumë interesante. Ende nuk mund të gjenë kush është organizatori i gjithë këtyre protestave. Ende nuk mund të gjenë. Unë nis nga fundi sepse njeriu i cili lexoi 5 kushte për ndërheqjen e Edi Ramës është një miku im, jo miku, por shoku im me emrin Dritan Goxha. Unë si Mesut Shabani kam protestuar i vetëm para ambasadës së Shqipërisë vitin 2023 për të dhe për lirimin e tij nga gjykata e Hagës. Dhe të gjitha këto gjëra tjera që lexoj këtyre ditëve me qeshet. Ka qenë s'ka qenë. Ai ishte pilot. Piloti vetëm shqiptar që ka qenë në luftën e UÇK-s në Kosovë. Okej. Tash gjëra tjera çfarë nuk ka. Varet kush, cili komandant me ka. Këta që janë me PDK-n dhe me Edi Ramën thonë diçka tjetër. Këta që nuk janë me Edi Ramën gjerin diçka tjetër. Pra, vetëm një gjë e di sigurt se Dritani ka qenë në UÇK. Po, së bashku me babain. Okej, dilema është ashtu. Por do ndalemi te Edi Rama. Edi Rama ka gjunahe mjaft. Nuk flas për 16 vjetë çfarë nuk bëri, vetëm nuk investoi. Ja zë për të madhe shumë. Nuk jam lokalist, por jam interesant. Jam për disa gjëra. Si mundet veriu, kur të keni kartën e Shqipërisë përpara dhe shikoni mbi Tiranën në larg nga Malizi. Asnjë investim kolosal. Atë që e premtoi rrugën e apo korridorin blu e Adriatikut. Nuk e bëri, sepse servisi ndalej Taxhia kalimin nëpër Serbi të Turqisë, Greqisë, e kështu me radhë, gjithë ata që pastaj cilët do të shkonin për në linjë të mesme, nëpërmes Bullgarisë, Turqisë. Nuk e bëri. Dhe e dëmtoi mjaft Shqipërinë e Veriut. Atë duhet t'i kërkojnë shqiptarët në Shqipëri. Pse ke bërë ndarje nacionale ekonomike dhe fetare? Pa marrë parasysh, po ka. Në Veri, 90% janë musliman dhe katolik. Në jug janë 90%. Shumë pak ka. Të tjerë janë ortodoks dhe kështu me radhë. Edi Rama ka hyrë edhe një luftë të pistë dhe nuk bëri asnjë zhvillim të regioneve nga në Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut. E la Kuksin kërkun, e la Shkodrën kërkun, gjitha. Okej, nuk është okej, pra. Vetëm, tash shtohen zërat që më thonë, vetëm të kështë reguluar kalan e Rozafës në Shkodër. Edhe ishte papa, vizitor, edhe për dimën edhe për verë. Mirë po ja, nuk e bën. Se po t'ishte shqiptar, tamam, me gjak shqiptari, a i do e kështë bërë me thonë. Artist, këngëtar, muzicien, piktor, e kështë më radhë. Më shumë të gjenisë femrore. Sepse thotë, ne jemi munduar që bëjmë diçka, por nuk ka lëvizje. Tha një artiste, sigur kalahet e tovës që nuk ka lëvizje kërkun edhe kalahet Shkodrën. 50 vite, as kohën e komunizmit e Enver nuk bëri kur gjë. Pra, i vetmi event turistik për gjitha sezonat, 4 sezona, është kalaja e është liqeni Shkodrës aty, pastaj fillon deti e kështu me radhë, Adriatiku. Dhe kalaja është për 3 sezona, 4 sezona. Vjesh dimën pranverë. Okej, nuk e bëri Edi Rama. Kjo është mungesë e tij më e madhe. Dhe në ndërkohë, ndodhen shumë çka në Maqedoni të cilët edhe janë pritur. Sepse çdo gjë pritet nga. Por nuk pritet që në Maqedoni, në shkollat ku ka nxënës shqiptar, mos jetë në një klasë. Unë, si Mesut Shabani, shkollë fillore, kur jam regjistruar në vitin e parë, vitin 1967, në klasë kemi qenë vitet e para me vitet e treta, vitet e dyta kanë qenë me vitet e katërta, sepse nuk ka pasur shumë nxënës asë kohë në shkollën fillore të Trevosh. Dhe bënin mësim të kombinuar. Pse mos bëhet edhe tash mësim të kombinuar të shqiptarët? Por ka tërtisur kjo ministresha e arsimit, e cila thotë Janjeva, dëshojmë, nuk dilem mësuesët pa punë, pa atë, por do ta mbyll një shkollë fillorore. Mbrëm pak e përmenda, por nuk ishe e sigurt Kosturniku ku i binte. Tash mësova se i binte në Kumanov. Por, qytetarët jo që kanë të drejtë, por kanë edhe të drejtë ligjore edhe kushtetuese. Ministria e Arsimit është e obliguar sipas ligjit.
mësimi fillor dhe i mesëm është kategori kushtetuese e garantuar. Pse Janea nuk del në Maqedoninë Perëndimore të shoh sa nxënës ka në disa fshatra maqedonase. Dhe edhe pse sa nxënës ka edhe në Tetov, e kalon 90% pasër shqiptare këta që votojnë për kryetar komunë Bilal Kasami. E kalon, 90% e kalon. Dhe shumë shka tjetër. Atë dhe gjemë se çfarë halli sot kishin banorët e Kostunikut dhe nuk reagon Vleni. Qeveri është, nuk reagon. Po del Afrim Gashi merret atë se ligji më mirë një ligj përgjithshëm se sa një ligj pa ligj. Jo, më mirë është pa ligj. Na jena thonë me mbrojt këtë shkollën tonë. Me vetë kontribute kena marrë, nuk në tani mu ministria, nuk në tani mu ashtush veç privatni. Normal se të i vitit parë, dhe këtëri një vitit e 5, nuk e në të shirë të lërgohen nga shati zonë të aptur. Për ndryshë, me këtëse me gjanë shkojnë në shkollën bëjna të shapan e Kumanov. Po, i vjetë 7 kilometra. Sa po kuptuan se shkolla do të mbyllet, banorët e fshatit Kostunik të Kumanovës u mblodhen për të firmosur një peticion kundër këtij vendimi. Banorët shprehin të revoltuar për paralajmërimin e mbylljes së shkollës, me arsyetimin e numrit të ulët të nxënësve. Sipas tyre, me 10 deri në 20 nxënës me mësim të kombinuar ka pasur qëtënie në këto paralele. Poi da nuove, lotta e voglia di modo di non e nuove altre donne che si muove e però un completo non voi si trova dove non da sport umano da chilometra a scrittura del umano nella non si prende pas në bashkët një kundër dhe fshatja ka në një. Njëri nga banorët tha se nëse duhet të kusej shteti buxhet për gjoja paga të arsimtarëve, të fillojnë nga shkurtimet e administratës publike dhe jo nga mësimdhënësit me kontrata në vepër. Ai tha se objekti mirëbat nga vetë fshati dhe nëse është nevoja do ta vetë financojnë, por jo ta mbyllin. Vitin 2027-2028 i kena veç 4 nxënësi që kanë filluar shkallën e shkollës. Si që di që shkolla është me vetë financim, edhe na jena të bërë dhe asnjëherë nuk kena pasur numër të madh nxënësve. Më thonë gjithmonë është sjellën numri deri 20-22. Nuk ka shkollë që kena pas numër të madh dhe kena rëmje të madhe. Edhe nuk është arsye me më në shkollë. Këtë periudha pagjate stimulohet egzodusi lokal i banorëve të fshatit. Me qenë se familjet e reja, të cilët i kanë fëmijët e vegjël janë të detyruar për imigrojnë prej fshatit. Edhe me këtë Ministria e Arsimit edhe Ministria e Fuqisë të themi, vinë kundërshtimi janë atë tjetër. Pse? Për faktin se në pushtetit qendror me njënë proklamuat edhe promovuat jeta në fshat, me subvencione ndryshme tjera, Ministria e Arsimit vjen desh me këtë, se ne jemi detyruar ta lëshojmë fshatin. Po pra, mëse me të drejtë bashkëqytetarët e fshatit të Kostunik në Kumanov edhe pyesin. Unë sa kam njëri, Dritan Sulemani, zëvendës ministër i arsimit është nga Kumanova. Nuk e di, mund tjetë në Shkuptje, por me rënjë është nga Kumanova. Dhe, po, unë e kam përmendur, ky gishti është i lidhur me një dëmar tjetër. Pra, nuk është se nuk ka në për Maqedoni shkolla të njëjta, si s'ka. Hajde një vend të to fejani, dhe vizitojmë të gjitha shkollat ku mësojnë bashkëqytetarët tanë Maqedonas. Dhe të shihni se a janë apo nuk janë numri saktë të nxënësve. A mësuesët janë komplet? Okej, mësuesët nuk kanë faj. Ka qenë një kohë dhe një ndodhi gjatë luftës, pas luftës së dytë botërore. Shkojnë partizanë në një fshat dhe u thonë, do va bëjmë rrugën. Dhe thonë, ne kemi rrugën. Do va bëjmë shkollën, pa e kemi në këtë shkollë. Po thotë njëri prej prindërve thotë,
kot na bëni, na premtoni shkollë kur ne nuk kemi fëmijë. Edhe fëmijë do u bëjmë. Kjo është e paparë. E njëjta makineri vazhdon dhe makineri menduese vazhdon edhe në këtë kohë. Pra, kjo është e paparë. Turpi i madh. Shqiptar vëmohet çdo gjë dhe shkollimi i cili është i garantuar me ligj dhe me kushtetutë. Dhe atë i obligueshëm. Për atë që thanë, më merr dhe shumë keq kur një bashkëqytetar i Kostonikut përmendi se do financojmë vetë. Okej, kjo është zgjidhja më ekstreme. Po pse paguani? Atëherë nuk duhet paguni ju tatime? Pse? Për të bërë shkollën Kiro Gloro në Shkup që kushton 5 milion euro? Për çfarë? Pra, tatimet nuk kthehen në atë që quhet marrje prapa 3% në çdo sipas kokë banore. Sepse po të kthehet, të do kishin shkollën. Dhe vazhdojmë më tej. Dalim pak në Tetova e Vakive. Keni vërtetë se kohën e fundit nuk dua të merrem me Bilale se vetë që ka tepruar. Vjen shumë keq. Ama shumë keq më vjen. Shumë keq vjen për Bilale. Një njeri aq i ri në moshë dhe aq i prishur, kjo s'është parë në Maqedoni. Dhe atë nga e prapa, pa marrë parasysh se thonë ai nuk është fajtor, Adnan Azizi. Asë që më intereson. Vula dhe koha mban emrin e kryetarit të komunës Bilal Kasam, nuk mba emrin kryetar komunat Adnan Azizi, apo në një tjetër që vjen para në emër të tyre. I shiti kret, është i shitur. Por tash ka zgjedhur një tjetër metodë. Për të mbuluar atë bëhet jasë, është shumë i ndërgjegjshëm, shumë vizitues, viziton shkolla, viziton kështu gjëra, por ai mbetet i njëjtë. Vetëm pret që pak të heshtet kjo potere lidhur me atë se nuk la pa shitur gjë. Dhe të gjitha janë vakëfe. Këtyre ditë kam pasur debate edhe me shumë njerëz të cilët thonë s'mund të jenë vakëfe. Si s'mund të jenë? Për çka janë ato? Pse kanë mbetur ashtu? Sepse shteti nuk u ka kthyer atyre pronarëve të vërtet. Mbas edhe nuk dihen pronarët të vërtet. Kanë lënë vakëf. Por mund më fason diçka tjetër. Myftinia e Tetovës që rri si nuse. Ata e morën dellën e tyre, 20.000 euro i morën prej komunës. Okej. Pra, kështu dal nga dalë dhe marrin atë. Por, Myftinia e Tetovës duhet të reagoj, por nuk ka këllqe, dele dhe thot, ajo pjesë atje ku është ndërmet restoranit Sufi dhe ati restoranit ku është një furë buke nga Kosova, ndërmjet ku është tash drejtoria e ujit. E kujt është? Ka mundësi që të na tregoj Myftinia e kujt është? Apo Bilali dhe kujt ja ka nda? E vëreni tash se si ndryshoi situata nga uji që duhet të shitet një partneriteti publiko-privat, dolin atë se ja, drejtori qenë ka shumë i aftë. Interesant. Unë kisha propozuar drejtor të aveni edhe te këto që marrin veturat, ndërmarrja për parkingje kështu me radhë. Po shumë i aftë njeriu. Unë t'i bëj të dyja. Unë në fund do kisha propozuar, atë ta bën edhe kryetar komune. Pse jo? Njeriu është i sukses. Dhe Bilali dhe ai tjetri në kryetari që është humori, vërtet. Vjen shumë keq për djalë i ri dhe aq të jetë i cekët, kjo është e papame. Në mos asgjë lexo djalosh, lexo sepse gjatë leximit do krijosh edhe fond fjalësh edhe shprehish. Jo vetëm i di kret. Okej. Dhe Mickovski, dhe kthehemi prapë te Tetovës, Mickovski, Allah dhe koth. Ku flet ai nuk bin më barë. Dhe thot një shtet fqinj, ku mendon për Bullgarinë, antare BE-s, po lëbon që Maqedonisë të shkërkton fondet evropiane. Po si, lëbon. 26 në atje, Mickovski. 26 shtete, një shtet fqinj po përhap informacione dhe po lëbon pranë Bashkimit Evropian që të mos i ofrojnë ndihmë financiare Maqedonisë dhe t'ia shkërtojë të gjitha fondet, me qëllim që vendi të përballet me falimitim financiar dhe të detyrohet të pranojë të gjithë kërkesat që parashtron, deklaroi sot kryeministri Kristian Mickovski. Mickovski nuk kren këtu. Shteti është para falimentimit financiar, por nuk e pranon, sepse shumë shka mungon në Maqedoni. Por mbi të gjitha, qytetarët duhet të kërkojnë llogari Mickovskit. Ku janë për 2 vite pushtet nga 5 miliardë e diçka euro, 5 miliardë e diçka euro buxheti, ku janë gati 11 miliardë euro. Por përgjithësi do të mbaj mbi të gjitha Nikolovski, i cili këtyre ditëve në rebalancën e pushtetit i dogji 170 milion euro për Maqedoninë juglindore, pra për regionin e Pollovut. Okej. Masi një ditë si thot Filip që të gjithë dhe shkojnë prapa grillave. Por, edhe Taravari po argëton.
njerëz. Dhe lideri i Aleancës Shqiptare, Brend Taravari, tani më veshë përjashton mundësinë që partia e tij të bëhet sërish pjesë e qeverisë, sepse edhe më herët kishte lënë të hapur një rikthim eventual nëse do kishte garanci për euro të ngrihet. Mirë po ka arritur më njëherë përgjigja e Mickovskit, i cili ka thënë, a ka përgjigje, ka thënë Taravarit, anullef më mirë se sa i euro integrimit ishte që ja prishëm gjoka konstruksionin Taravarit për garazhet shumë katëshme brenda në kompleksin spitalor në Shkup. Okej, nuk është okej, sepse kush e ka marrë tash Mickovski atë? Nëse jo gjoka konstruksionin, kush e ka marrë? Njerëzit e tu? Po. Dhe do bësh kanë prej metali, pra, jo prej material ndërtimor të fortë, por prej metali. Çfarë nuk do gjesh. Okej, nuk është okej, por vazhdon. Taravari e ka qejf pak të debatoj dhe flet. Kur flet njeriu nuk gabon, por e nxjerrë shpreh. Dhe ndalem pak edhe te komunët e Tovës. Gjoni humorin që ka bëhet atje. Të nderuar kolegë, unë ka disa seansa me radhë që kërkoj që kur flitet për çështjet urbanizmit, ta vendojmë funksion këtë projektorin edhe ta kuptojmë edhe ne edhe qytetarët se çka ndodh, se Tu Agroni ka të drejtë. Projektori patjetër se do të vi në mur, fotografia apo filmi dhe diktohet se cila parcel ku gjendet. nuk e di. Kështu që shumë vetëm e ngren dorën, a nuk e din, pasi mund të jetë edhe në fqinësinë e tyre. Se ne marrish berat ti se dikuj tjetër ja kam premtuat. S'besoj se mund ta marrish. Ama sot ti tregojmë qytetarëve ne se çka e kanë plan shes, ndoshta nuk di shesin. Se kur është se nuk e di e dini, kjo pika kalon në seancën e 8. Po nuk e di e lexoni materialet. Atëherë kam parashtruar disa pyetje. Edhe sqarimet nga sektori për urbanizëm ishin se këto parcela vendohen në shitje për një arsye, që mos uzurpohen. Me thonë, vendohen program për shitje, që mos uzurpohen. Sqarim të tillë unë nuk isha ndëgju, hera e parë ndëgjysha, po ndoshta edhe ajo mundet, se ndoshta sektori për urbanizëm nuk i beson inspektoratit komunës, edhe një kundërshtime si institucione njëra me tjetra, edhe ka zgjedh këtë formë, ndoshta nuk dëshitet. Po pra, kjo humori. Pra, Agroni e bëri publike se të që e tha se dëshesin për shkak se që të mos uzurpohet. Ka të drejtë në këtë kërkesë dhe ishte pjesë e humorit kjo, por është realitet. Okej, nuk është okej, por unë edhe pak dhe vazhdoj më tej. Izet Megjiti, sekretari ditë i Vlenit, bën gërdine për televizione. Thotë do e marrim 1/3 e ekzekutivit. Izet vllau, Izet freri. Dhe Bilal Kasami për protestën nesër që pritet të mbahet në qendër të Tovës, dhe i hedh gurin dhe fshet dorë. Okej. Por, gjykata kushtetuese Bilal Kasami ka thënë 4 herë të është drejtuar ty me kërkesë. Nuk e ke dërguar. Se mendon se gjykata kushtetuese është Mesut Shabani dhe nuk e pranon ti? Po. Unë jam qytetar dhe kam të drejtë vote, për arsye se komuna nuk është e Bilal Kasamit, as ja ka lënë trashëgim baba. Por, do ndryshojnë gjërat, dhe do shohim kush ku është. Ali Ahmeti ka dalë kundër protestave në Tiranë, më them që goditet turizmi në Shqipëri. Ali, kur e kam thënë këtë, por kjo diçka tjetër. Kjo është krejt diçka tjetër. Ndërsa, edhe që më ka vasuar është Edi Rama, në fillim. Edi Rama thotë shqiptarët janë pa din e pa iman. Ja, vedi, gabime ka shumë. Shqiptarët kanë edhe din edhe iman, por ti sipas gjitha gjasave, nuk e di a keni vërejtur, e them nga njerë kështu nga zemra e plasur. Kur nuk ka pas rëfundime fetare si kur Edi Rama këtyre ditëve. Duke filluar nga shoku im dhe miku im Dritani, duke i thënë Taliban e kështu. Mund t'jetë çdo gjë ai, por nuk ke drejt ta ofendosh. Nuk ke drejt. Çfarë të bëri ty shish? Çfarë të bëri shish? Pse nuk u mor kush janë këta njerëz që vinë e shkojnë? Pse nuk tregon se pse në Tivat e kthyen prap aeroplanin për shërbime 80 sa njerëz të zënë me kriminalitet e kështu gjëra. Malizi
E ka ditur se ata përgatiten nga ti të nisen për në Shkodër e pastaj të vinë në Tiranë. Por, në tremër edhe për vetë sepse derisa të mrinë në Tiranë ato të bëjnë gërdi nëpër Maltëzi dhe i kthej komplet aeroplanin. Edi Rama këtë duhet të sqaroj. Ja vetin unë e kuptoj. Unë do të në gjitha mënyrat ishte edhe te ushtrisë e tyre ambasadorë amerikanë, por kote ka. Normal ata i mirëpresin, buzëqeshin dhe duke të ra shpinës tonë natën e mirë. Dhe njerë pra, për gjithë ju që jeni taksapagues, deri më 30 gjershor, DAP-i thot s'ka dhënë afati për pagesën e tatimeve dhe interesim shumë i dobët i nxënësve në të do për shkollat e mesme profesionale. Edhe nuk kanë faj nxënësit. Në Gjermani, gati se nuk të kërkojnë asë një diplomë. Ti shta punosh murator, po, hunxh, më falë, fillot që të punosh. Dish të bësh pizza, po, fillot. Dish të bësh rrymë elektrike, po, fillot. Okej, nuk është okej, pra, është i kuptuar sepse gjithë vrapojnë pas shkollave elitare të zëmë për gjimnazin. Dhe, më të rëgën këtyre dhe nxënësit të shkollës së mesme bujqësore, thonë, ne jemi duke mësuar nëpërmes online. Po ashtu më të rëgën edhe nxënësit të shkollës tekstile, si mund mësohet online. Edhe hoxhallarët që kanë filluar tash online. Kretë online. Nuk është okej, por unë këtu ju përshëndes dhe nga dalë. Dëgjojmë nesër mbrëma, ishte në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.